Duke u thirrur në burime të mirë informuara, portali Plus Info më 10 janar 2023 publikoi një titull sensacionalist. Daravelskit i është vjetërsuar ekzekutimi i dënimit. Në Idrizov do të bëj vetëm një shëtitje. Sipas këtyre burimeve të pa identifikuara, Daravelski ka vendosur të hyjë në Maqedoni, pasi përmes avokatëve të tij është bindur se veprat e tija janë të vjetruara dhe se nuk mund të mbahet për të vuajtur dënimin me burg me të cilin ishte gjykuar në vitin 2007. Edhe portale të tjera pohuan se Daravelski nuk mbetet në burg, sepse ekzekutimi i dënimit është vjetërsuar. Mirëpo gjykata themelore e Kumanovës më 11 janar 2023 njoftoi se nuk ka ndodhur vjetërsimi e ekzekutimit të dënimit. Duke pasur parasysh se nga veprimi i fundit i ndërmarrë nga gjykata nuk ka kaluar periudhë prej 10 vjetësh e nuk ka kaluar as 2 fishi i kohës sa kërkohet sipas ligjit të vjetërsimit të ekzekutimit të dënimit, vjetërsimi nuk ka ndodhur. Të njëjtën ditë edhe gjykata themelore penale e Shkupit reagoi ndaj spekulimeve për vjetërsimin e mundshëm të ekzekutimit të sanksionit, përkatësisht vjetërsimin e ndjekjes penale. Njoftojmë opinionin se vjetërsimin e ekzekutimit e cakton gjykata sipas vendbanimit të fundit të të dënuarit, përkatësisht gjykata themelore në Kumanov. Ndërsa lidhur me vjetërsimin e ndjekjes penale vendos gjykata themelore penale e Shkupit. Në rast të përsëritjes eventuale të procedurës, thuhet në njoftimin e gjykatës. Në udhëzimet për raportim etik të online mediave të Këshillit të Etikës, thuhet se në raportimin për procedurat hetimore dhe gjyqësore, mediat online do të referohen informacioneve nga institucionet zyrtare hetimore dhe gjyqësore, pa qasje sensacionale në raportim. Publikimi informacioneve të paverifikuara për rastin Daravelski është një tregues se këto udhëzime nuk janë respektuar. Edhe pretendimet se i dënuari nuk mbetet në burg dhe se ekzekutimi i dënimit është vjetërsuar u treguan si të pa baza. Por procedura gjyqësore vazhdojnë mëtej. Prandaj, portalet duhet të përmbahen udhëzimeve etike të cilat thonë se mediat online nuk duhet të raportojnë me paragjykime dhe të bëjnë gjykime të nxituara për fajësinë e personave të dyshuar, as të paragjykojnë përfundimin e proceseve gjyqësore për të mos ndikuar në autoritetet gjyqësore dhe në rrjedhën e procedurave.